Te inten teksa prezantoi ato që i cilëson arritje të qeverisë së tij nga qarku i Beratit, kryeministri Edi Rama foli edhe për arritjet në bujqësi. Sipas tij, vetëm në Berat janë investuar 18 milion euro për bujqësinë, që sipas kreut të Partisë Socialiste kanë shkuar për agroturizëm dhe pika grumbullimi, teksa nuk përmendi abuzimet me fondet e IPARD 2-shit dhe pezullimin e programit IPARD 3 me vlerën 140 milion euro. Kryeministri tha para qytetarëve të Beratit se me antarësimin në Bashkimin Evropian, Shqipëria do të përfitojë 300 milion euro në vit vetëm për bujqësinë. Se për shembull sot po t'i kthehemi gjithë këtyre shifrave atyre të bujqësisë që pat, aty është dhe ndihma e Bashkimit Evropian. Por ama në një dekadë është shumë më pak se 200 milion euro, po të hymë Bashkimin Evropian 300 milion euro në vit janë vetëm për bujqësinë. Mirëpo përballë shifrave që thot kryeministri, që siç është vërtetuar deri më tani, miliona euro kanë përfunduar te kryebashkiakët dhe drejtorët socialiste Edi Ramës, fermerët që ropaten pa orë nën pikun e diellit në fusha ku mundohen për të siguruar jetesën, tregojnë një realitet krejt ndryshe. Syri televizioni intervistoi disa fermerë në zonën e Divjakës, të cilët jo vetëm nuk i besojnë shifrat e kryeministrit, por tregojnë se sot bujqësia është në gjendje shumë herë më të keqe se 12 vjet më parë. Është më mirë se sa dikur apo është më keq? Është më keq sot, se sa dikur, po. Çmimet janë shumë të larta. Po. Vlerat janë shumë të larta, çdo gjë është shumë e lartë. Çmimin e vën vetë. Po, e vën vetë tregtar. Nuk jemi të kënaqur. Situata e fermerit nuk është e favorshme, thaqë e favorshme. Sepse fermeri bën shumë shpenzime, i bën gjithë shpenzimet nga pagët e fundit, edhe nuk ka garanci, sepse çmimi mund bjeri dhe në momentin që çmimi është ulur, fermeri nuk arrin të kapi lekët e veta. Situata e fermerit sot është në katastrofë. Si vjet ka shkuar vetëm preshi tani në fund. Ai preshi do një vit bëhet, i thonë që nga marsi deri marsin tjetër. Unë kam qep, siç shikoni ku është, e kam pashitur qepën. Plerat janë ngritur. Ishin atëherë ishin pak më ndryshe, kishte treg, veri i çoi shisnje, puntori merr 80.000 lekë. Se vjen puntori pa 30.000 lekë. Po ku kam liverdit marr puntorin? Sa ka vajt dapi, sa ka vajt ureja, sa ka vajt nitrati, e helmet, edhe jemi në katastrofë. Bujqësia është në fund fare. Madje disa prej fermerëve që takuam janë gra në mosh deri në prag pensioni. Ato tregojnë me dhimbje se për shkak të shpopullimit dhe pamundësisë që fëmijët të përfitojnë të ardhura në bujqësi, janë detyruar të braktisin vendin dhe të sigurojnë jetesën e emigrim. S'ma liverdis, zero, del zero fare. I lutem atyre tregtarëve që vinë, doj që qep, jo nuk duam se nuk shkon. Doj që qep, jo, lutem atyre. Po si jemi ja, tokat boshi kemi, çunat na kanë një kurter, ne plakat jemi këtu shtëpi. Qa të bëjmë? Pension s'kemi, dalim punojmë në plakat. Se nuk na del pensioni. Me gjysmë pensioni jemi. Me gjysmë pensioni jemi detyruar të punojmë. Se nuk na dalin të ardhurat tona. Aq, është për ilaçe. Është më mirë diku, ka qenë më mirë dikur apo është më mirë? Tash është bërë më dobët bujqësia. Më dobët tani. Po pse? Ka rënë shumë, janë shumë të shtrenjta. Ekonomia ka rënë shumë, janë shumë të shtrenjta. Teksa bën këto premtime për bujqësinë, kryeministri Edi Rama harron t'u thotë fermerëve se sot Shqipëria është vendi që subvencionon më pak se çdo vend tjetër të rajonit dhe takson më shumë fermerët lokal, duke i detyruar këta të fundit të braktisin tokën dhe të largohen nga Shqipëria.